Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Vape madhe është edhe sot ishte një vap shumë e madhe dhe ndoshta na ndodhin edhe gjëra që ja për shembull se çast e fundit që po vjen zoti Andi Bushati, i cili edhe duket kjo vape ka detyruar të reflektojnë çik me vonesë. Një replikë e gjatë e tij me Andi Bushatit dhe Blendi Kajsiut më shtyu ta marr këtë temë, ta rimarr unë, edhe për në televizion përveç media së shkruar ku këta e kanë implementuar këtë temë, e kanë zhvilluar për një kohë relativisht të gjatë dhe ne do të debatojmë në televizion. Andi Bushati pak a shumë mbron idenë se jetojmë në një regjim autokratik, gati diktatorial, dhe Edi Rama nuk mundet më me zgjedhje në vendin ku ne jetojmë. Ndërsa Blendi Kajsiu mendon se Rama bën përpjekje që të ketë lidhje me Blendi Kajsiu, mirë thashë, Blendi Kajsiu, sepse është protagonist bashkë me zotin Bushati dhe të tjerë që unë kam thirrur. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Blendi Kajsiu mendon se Rama mund të rrëzohet, po mund të rrëzohet tot ai nga një opozitë e vërtet. Jo e kapur, një opozitë jo e kapur, në fakt, po ta shohim pak me kujdes, opozita në përgjithësi pa i vënë emër dhe gishta janë barabartë të kamur dhe të kapur me pasuritë se sa si dhe maggioranza në vendin ku jetojmë. Pra, sot Kajsiu një opozitë jo e kapur dhe pa Berishën dhe berishizmin. Sigurisht ky debat prek shumë aspekte, unë përpoqja të them në një farë mënyrë atë që ka duket si thelbësore, por prek shumë aspekte, që ne do të përpiqemi të mbetemi, ne do të përpiqemi në emisionin e sotme të mbetemi te thelbi i saj dhe të vijojmë të bisedojmë ndoshta edhe më pas kësaj. Pra, së bashku me Andi Bushatin dhe Blendi Kajsiun, me Blendin u përshëndeta, Bushat mirëmbrëma, faleminderit, kam në studio dhe analistët Batona Gjiu dhe Mentor Nazarko dhe Andi Tela për të polur për këtë problem. Do me thënë, protagonist në këtë rast do t'jenë dy shkaktarët e emisionit dhe kolegët do ndihmojnë çfarë ata mendojnë lidhur me këtë problem, që është një problem jo i vogël, në Shqipëri po dhe më gjerë në vendet e Evropës lindore, po dhe për demokracitë e shumë të zhvilluara në ditët e sotme. Pra, çfarë sistemi ka sot Shqipëria? Jemi në demokraci, regjia bën përpjekje që kur Bushati flet ose Kajsiu, këta janë afër njëri tjetrit dhe pastaj vijojnë edhe kolegët. Çfarë sistemi kemi sot? Ka sot Shqipëria, jemi në demokraci, në regjim autoritar, në diktaturë. Si e përcaktoni ju këtë? Ja le të fillojmë këtu, Bushat. Pra, sipas jush, çfarë sistemi ka sot Shqipëria? Jemi në demokraci, në regjim autoritar, afër diktaturës, si thua ti, si e përcaktoni ju? Edhe të hyjmë në bisedë. Midis një regjimi pastaj varet nga përcaktimet, nga formulimet e shumta që mund gjesh autokratik deri në diktatorial. Dhe ka shumë raste që tregojnë këtë. Më gjeni një regjim tjetër demokratik, ku pothuajse gjithë opozita kryesore ka kaluar përmes burgjeve. Më gjeni një vend tjetër që e quan veten demokratik, që të ndodhi ajo që ndodhi në Himar. Më gjeni një vend tjetër që quhet demokratik, që të ndodhi ajo që ndodhi Agon Channelit. Më gjeni një vend tjetër që quhet demokratik, që t'i minojnë po në atë mënyrë me Irfanit hotelin ashtu si që jam minuan, jo se nuk ka hotelet tjera të ngjashme, po sepse është një pronar mediaj që një moment autokratit nuk i pëlqeu qëndrimi i tij. Më gjeni një vend tjetër që të gjithë televizionet kombëtare janë lëpirësit më të madh të autokratit.
mund të vazhdoj lista edhe shumë. Pafundësisht. Se kaq, duke futur këtu sidomos përdorimin e drejtësisë si një mash e një njeriu të vetë. Drejtësisë si një mash tua një njeriu të vetë. Dhe a jemi më afër Putinit, Erdoganit, Alievit, apo jemi më afër Gjermanisë, Francës apo Italisë? Pra, zoti Kajsiu, zoti Bushati në përmbledhjet të shkrimeve që ju i keni adresuar njëri tjetrit, ka këtë konkluzion për sistemin që ne kemi, që ai është një regjim. Sistemi që ne kemi këtu është një regjim. Pra ne jemi në diktaturë. Si e përcaktoni ju këtë? Ndryshe nga edhe... Unë mendoj që debati nuk është kaq shumë për llojin e regjimit, se sa një debat shumë i thjeshtë për zgjedhjet, ç'a ndodhin në zgjedhje, ishte fars, masakër apo patëm. Pyetja e dytë unë kam në dy zgjedhjet e fundit. Larg nuk të ndëgjon. Jo, po dëgjon. Në pyetjen e dytë, unë hyj me njëherë aty, por në thelb del. Dakor. Bushati nuk e ka përplasur vetëm me ju këtë ide në regjimit. Edhe me ne dhe me shumë të tjerë, dhe me veten dhe me të gjithë. Pra unë hyra këtu dhe pastaj kaloj me njëherë te zgjedhjet. Unë mendoj që ne nuk e kemi të qartë në çfarë regjimi jemi, sepse është një sistem i ri politik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Amerikë nuk e dim se çfarë është regjimi, se shumë nga këto fenomene që po përmend Bushati po i shikojmë edhe më të zhvilluara demokratike dhe jo më në Shqipëri, jo për të justifikuar si fenomene, por e them këtë që ka një krizë të demokracisë në nivel global. Dhe më duket i mirë diskutimi dhe debati për ta përcaktuar se cili është sistemi ynë politik. Sepse mendoj koncepti diktaturës, autoritarizmit në mënyrë të pjesshme e përshkruan, po jo në mënyrë të plotë. Unë po përpiqem ta mendoj sistemin si neofeudalizëm politik e quaj unë. Në thelb, çfarë është ky sistem? Është një fragmentizim i sferës politike në feude, ku secili është zot në feudin e vet. Rama është zot në feudin e tij, qoftë në qeveri, qoftë në parti socialiste, dhe nga aty po merr ka shumë përmasat e një monarkie, që mund të jetë nesër ose pas nesër dhe absolute, nga kontrollon pjesën tjetër, kapjen e mediave etj. Berisha është në feudin e tij dhe është një sistem që ka të bëjë shumë pak me konceptet universale të drejtave të njeriu, të parimeve të demokracisë. Dhe është një fenomen që po shikojmë sot në Shtetet e Bashkuara me Trumpin. Trumpizmi funksionon si monarki ose si republik. Ne po kalojmë nga një sistem republik që ishim, pavarësisht ishim perfekt, ishte republik, në një sistem feudal ku secili ka feudin e vet. Pra, pronari i medias ka feudin e vet, kryetari i opozitës ka feudin e vet, dhe ata aty bëjnë ligjin, bëjnë normat, nuk kanë norma universale. Pra, brenda Partisë Socialiste nuk ka norma politike që përcaktojnë as meritokracinë, as në logjik politike. Është ajo çfarë thotë krye feudali, që në këtë rast do ishte zoti Rama. E njëjta gjë përsëritet edhe në sferën temi të opozitës. Në këtë aspekt kemi një kryerje të demokracisë, sepse demokracia pa një hapësirë publike, se edhe hapësira publike është fragmentizuar, secili është në feudin e vet, secili ka krijuar atë realitetin e vet. Pra, faktet e mia thonë që jemi në masakër, faktet e tuaja thonë që jemi në zgjedhje, dhe kjo e pamundson demokracinë, e pamundson diskutimin publik, pamundson dhe vlerësimin e akteve politike, sepse nuk ka norma universale. Janë norma që i vendos secili feudal, themi, duke dhënë nga e rëndësishme që është kryeministri, në feudin e tij. Pra, unë deri tani këtu kam arritur pak a shumë të spekuloj që jemi në një neofeudalizëm politik ku parimet e demokracisë janë ngryer, janë boshatisur, është fragmentizuar sfera publike, sepse dhe mediat nuk flasin në emër të interesit publik, por shkapja media politik, aty pastaj hyn edhe krimi i organizuar. Kjo do ishte pak a shumë për mos ta rënduar më shumë diskutimin për caktimin im. Atëherë le të hyjmë konkretisht te një pyetje konkrete, ajo që ju e thatë përpara se pasi unë bëra pyetjen e parë. Rama i fiton zgjedhjet apo i vjedh ato? Çfarë na tregojnë dy zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri, 2021
dhe 2025. Bushat? Është e rëndësishme të mbajmë një qëndrim për pyetjen tuaj të parë, sepse në një farë mënyrë ajo na jep një përgjigje edhe për pyetjen tuaj të dytë. Pra, në qoftë se nuk jemi në demokraci, atëhere do dalim idiot po folëm për zgjedhje. Në qoftë se jemi në demokraci, atëherë ha diskutim a u vodhën zgjedhjet në demokraci apo jo. Pra, prandaj duhet përcaktimit parës. Tani, këtu është ajo pyetja që ore fitoj Rama apo i humbi Berisha? Të zgjedhjet. Po i fitoj Rama apo i humbi Beleri? Se Beleri fitoj. Një nga figurat më të urryera të gjithë opinionit publik shqiptar me apo pa drejt. Çfarë i bën? Ja vodhën me spak. Bën zgjedhje pas 2 vjetësh. Fitoj Partia Socialiste. Jemi në demokraci? Jo pra. Por ta marrim në... Jo pra, sepse... Ta marrim në zhvillim çdo gjë, Bushat. Ti marrim. 35 vitet tona. Po pra. Kemi kulme të tilla që 96-a ishte një rëmbim katastrofal i zgjedhjeve. I tmerrshëm. Po, vitet të tjera, zgjedhjet të tjera kanë qenë mjaft të dyshimta në kohë. 2001 katastrofal. Po, katastrofale. Pra ti marrim në 30 e ca vjet tonat, të cilat nuk janë vetëm këto vite, dhe nuk janë vetëm këto 2 zgjedhje. Po ti debatin e ke, a ka qenë 30 vjet Shqipëria në rregull apo jemi tani në rregull? Sepse kush është thelbi im dhe bëre shumë mirë që e lidhe... Jo, do ta lidh sepse kam jetuar në këtë shoqëri, edhe ti. Me masakrat e tjera zgjedhore. Se një nga gjërat që mua më bëri të thellohem në replikën me Kajsiun ishte pikërisht, nuk e dia... Çfarë ndodh? Je vogël, po. Hajde, pa problem. Se jemi në live dhe ndodhin. Një nga gjërat që mua më bëri të thellohem replikën me Kajsiun që pikërisht kjo. Fakti që teza e Kajsiut që thoshte, krimi mund të ketë bërë në i gjë, në i manipulim vote mund të ketë pas, por Ramës nuk i duhet se Rama është fitimtar. Pra edhe pa këto Rama fitonte. Është teza që të gjithë mbrojtësit e krimit zgjedhor, në 96-ën çfarë thoshin? Ore, Saliu e prishi pak tani futi dhe këtyre Gonxhes e këtyre Erion Braçes na i dru. Po i fitonte 96-ën, po vodhi pak. Po që thamë për Nanon dhe Ilir Metën gjithë mbrojtësit e vjedhjes votës në 2001-shin? Ore, pësëja tani që do fitonte me Saliun e 97, do fitonte, po vodhi pak. E pare punës, nuk ka këta janë politikan, nuk janë kleptoman, që vjedhin pak për qef, vjedhin për të siguruar pushtet. Dhe dyta, unë mendoj që një njeri që niset nga bon sensi, njeri që ka një shqetësim intelektual, merret me atë që vjedh pak edhe sikur këtë vjedhi pak, jo me atë që nuk arriti dot atje ku duhej. Prandaj unë them, kjo është një nga tezat më të rrezikshme që e ka varfruar. Pa dyshim, por, por, ka një gjithë thjesht, Bushat. Ti tani e arbitri apo palja këtu? Arbitri. Por unë, ti ta kupton njerëzit, arbitri shtu. Ja ku është arbitri. Kur ti voton për Arlind Qori, kur këta këtu nuk voton asnjëri për Sali Berishën, atëherë ku ti gjejmë votat për Saliun? Blendi Kajsiu do të kërkosh. Që se çfarë këtu, ku do t'i gjejmë votat për Sali Berishën, për opozitën shqiptare? Se ti ke votuar, zotri, ti mund të vish të mbrosh opozitën këtu, po ti ke votuar për Arlind Qorin. Na e anashkaloj. Jo, nuk e anashkaloj fare. Unë po të them një gjë shumë thjesht. Zotri, po të them që ky popull shkon në kutinë e votimit, edhe sipas interesave, edhe me otomanizmin që ka brenda, që kemi ne një pjesë. Pra thua ti. Po. Do me thënë ti thua, ndërsa derisa Bushati voton për Arlind Qorin, atëherë Berisha s'do fitoj kur. Kjo është nonsens. Se mua më shqetëson një gjë tjetër, që unë mendoj që Arlind Qori ka, në mendimin tima, vizionin më të mirë për këtë shoqëri. Problemi është, a do bëjmë tani një proces kundër Arlind Qorit? Jo. Ore, ky njeri që thot nga mëngjesin darkë është i vetmi, që Shqipëria është një vend oligarkik.
Pse mori vetëm një deputet? Do me thënë nga që shqiptarët mendojnë që s'kan problem me oligarkin, apo nga që nuk janë të lirë të votojnë si për Berishën dhe për Qorin dhe për Lapajn dhe për Shejajn që janë partitë e reja, sepse është e pamundur që në një sistem ku mungon demokracia të lindin alternativa. Po ti duhet diskutosh çfarë ka ndodhur konkretisht. Konkretisht? Diskutosh që Saliu dhe Edi Rama kanë ndërtuar një sistem për vete që kanë vrarë edhe Qorin, edhe Lapajn, edhe Agron Shejajn, edhe të gjitha ata të rinjt. I kanë vrarë, i kanë ekzekutuar. Me konsensus. Me konsensus të dy për të qëndruar të dy në pushtet i kanë vrarë. Të ndryjë... I atë ja dhe një fjali. E mban besoj mend se bashkë kemi qenë atere të ati burrit në Vlorë që e tradhtoi gruaja dhe i tha shoku dhe këtë ta bëri Saliu shkret. Atë kishte tradhtuar gruaja. Unë mbaj mend një tjetër. Tani ti vazhdo me Saliu. Dies pashin të dy, unë mbaj mend një tjetër para se të kaloj te Kajsiu, bëni gati Kajsiun dhe pastaj te kolegët. Mbaj mend një tjetër, që unë e njoh vendin tim dhe që do doj kohë që të shkoj, nëse do shkojë, se kam dyshime që nuk shkon, unë mbaj mend një gjë të Ismail Kadares me Razgush Poradecin, që rinte vetëm me qenin në Pogradec dhe i vinte për vizitë vetëm rallë Ismail Kadareja. Edhe e pyeti një herë, Ismaili tha, në sistem jemi tani, jemi në socializëm, do t'i Razgushita. Pra, shoqëria joni, dashur Bushat, është një shoqëri e cila do kohën e vete të gjitha. Në qoftë se ne do vendosim që këto 5, do me thënë, do zgjedhim mes një opozite që ka mbaruar, ka dhënë frymë, ka vdekur, dhe një njeriu që bën çfarë të doj në këtë vend, pasi vdes kjo opozit, unë jam dakord të diskutoj me ty. Po jo të thuar që i pas ka marrë ky dhe i pas ka vdekur të gjithë. Kajsiu dhe ndryjnë kolegët. Dakord. Le ta përfundojnë këta debatet e vetë. Jo, po se përfundojnë ata se bashkë kanë, edhe ju do juni. Jo, se është luksi, ju Për ta përfunduar se kam përshtypjen që po e monopolizojmë shumë debatin. S'pari njërë të përcaktojnë termat, ato që zoti Haxhiu mos gaboj ka thënë qartësimi, gjuhë, dallimi koncepteve, sepse qofse flasim masakër, fars, gjenocid, humbet i gjithë debati. Këto janë ato realitetet alternative që krijon secili. Dhe aty nuk debatohet, sepse ne duhet debatojmë interpretimin e fakteve, po jo fakte. Tani kush janë faktet? Ka 2 fakte për mendimin tim, që mund të interpretohen, po jo të kontestohen. Zgjedhjet e 25 e fundit nuk ishin as fars, as masakër elektorale. Dhe për mua ky është fakt. Pse? Farsa elektorale ose masakra elektorale, farsa do të thotë mashtrim në këtë rast. Masakra elektorale do të thotë që vullneti u tjetërsua, ose fakt që vullneti u shua. Pra, tjetërsimi i vullnetit do me thënë, votuan për kandidatin A dhe zgjedhjet ja dhanë kandidatit B. Kjo ndodhi, kemi shembuj të farsave, kemi shembuj të masakra elektorale, e fundit në vot ishte Venezuela. Dhe do ndaloj pak te Venezuela, sepse do të kemi një pikë reference për çfarë po flasim, se po e quajtur masakër dhe farsë, zgjedhjet e fundit, çfarë do t'i quajmë vetë zgjedhjet e 96-s, çfarë do t'i quajmë zgjedhjet e 97-s. Do ngelemi pa fjalë. Në Venezuelë fitoi opozita. Nga e dim, nxorrën komisionerët e opozitës proces verbalet në mbi 50% të vendeve të votimit. Dhe nga kalkulimi që u bë nga këto proces verbale, doli që gati 60% votës e mori opozita. Qa bëri Maduro? Deklaroi rezultatin elektoral me këtë që zën ku kishte vënë gjithë njerëzit e tij, pa bërë publike proces verbalit. Dolën njerëzit në protesta masive në Caracas, në zonat që quhen barrios populares, që janë zonat popullore, zonat e varfra, ku mbështetja për Chavizmin është shumë e madhe. Pra jo vetëm zonat e pasura, por edhe zonat e varfra të protestojnë, sepse i vodhën votën. U detyrua të nxirrte ushtrin, u detyrua ta hiqte atë Maria Machado, që ishte kryetaria de facto, arrestoi pafund opozitar, pra për ta mbyllur rrinë në pushtet nëpërmjet një diktature ushtarake. Ajo që ndodhi në Venezuelë, dhe këtë e din gjithë, ato zgjedhje nuk i njohu as Lula da Silva, presidenti i Brazilit, as Boric, i presidenti i Kilit, i majt, as Gustavo Petro, presidenti i Kolumbisë, i majt edhe ky. Dhe aty është një shembull, pra kjo është pika e referencës e një masakre elektorale, ose mund ta quajmë farsë elektorale, ku zgjedhjet i fitoi opozita, dhe këtë e din të gjithë,
Dhe fitoria ju dha pushtetin. A ishte ky rasti në Shqipëri në zgjedhjet e fundit? Absolutisht që jo. Tani nga e dim këtë ne që nuk ishte ky? Ne këtë e dim sepse kemi barometra, siç kanë Caracasin ata në Venezuelë, këtu Tirana është barometri. Aty është ku ka më pak ndikim krimi organizuar, blerja, shitja e votës, gjitha këto. Dhe këtu vim te gënjeshtra e dytë, që po e prodhon opozita, dhe kjo është për mu tragjedia e opozitës, që prodhon gënjeshtra më të mëdha se pushtetin. Në vend që ta luftoj pushtetin me të vërteta, e lufton me gënjeshtra. Që është që Berisha i humbi zgjedhjet nga krimi, jo nga mosbesimet, jo nga braktisja elektorale. Shifrat flasin qartë për këtë. Pra, PD-ja humbi në Tiranë, në të 11 njësitë administrative të Tiranës urbane. Në të gjitha sondazhet dilte pas PC-s. Në të gjitha sondazhet populariteti i Berishës ishte shumë nën popularitetin e Ramës. Pra, braktisja e Berishës nga elektorati nuk mund t'ia veshësh shkrimit të organizuar. Kjo nuk do të thotë që krimi organizuar nuk e fryu. Pra, mund të debatojmë nëse fitojmë me 83 mandate, me 80, me 70, me 75. Po do thuash që Berisha humbi nga krimi dhe jo nga mosbesimi, humbi nga krimi dhe jo nga braktisja e elektoratit, kjo për mua bie ndesh me faktet. Prandaj nuk mund të quhet as masakër as farsë elektorale. Kjo për mua është një fakt bazik. Shet, kjo është përplasja juaj. Një pjesë e përplasjes, po e nis nga kjo e fundit, po e shmang Venezuelën për ekonomi kohe. Do me thënë, teza e Kajsiut është, po të kishte zgjedhje të trukuara, Tirana, ku krim s'ka, do ishte ndryshe. Tani, a mund t'i kemi syt në balë dhe mos shohim çfarë është Tirana? Po çfarë ishin kriminalët e 5D-s? Të gjithë antarë të shtabit elektoral të Partisë Socialiste që kanë vjedhur 30 milion. Më i paftim botë mund tjetë Belind Kliçi, por çfarë thoshte? Po më vjedhin njerëzit në 5D të Erion Veliajt. Pra, e njëjta makineri ka punuar po njësoj. Nuk ishin kriminal që bën drogë, ishin kriminal që vidhin parat e bashkisë dhe i çonin për zgjedhje. Në që 5D-ja dhe Erion Veliaj nga burgu i morën votat. Se ishin burg në votat e përgjithshme. Pa tjetër ishin. Po, a i mekanizm thua ti, nuk funksionon më. Pra e bën atëre dhe se bën tani. Punon njësoj mekanizm. Është njëjti mekanizm 5D-ja e Veliajt me mekanizmin që ngriti Belinda Balluku në Fier dhe kudo në për Shqipëri. Pse ta them këtë? Po mirë, s'pas ka krim. Po, ato që i përdorën, se do më thuash dhe këtë ishte zgjedhjet kaluar, po këta i përdorën prapë. 900.000. Hap listën e mbyllur të PS-s, shiko fiturat e tyre. 900.000. Dhe pse s'marrin vota? 900.000 qytetarë që ju vodhën të dhënat, që ja kanë besuar shtetit tyre, akshit, dhe i përdorin patronazhistët. A është ky krim që ndikon në zgjedhje? Pra, ne nuk mund të bëjmë sikur nuk i shohim këto fakte. Tirana gjithashtu është pjell e zgjedhjeve kriminal. Jam dakord, nuk ka Suelçel, nuk ka Troplin në Tiranë. Megjithse edhe këtë nuk e mohoj, po s'kam fakte. Por ama, krimi shtetëror i cili shkatron çdo qelizë të zgjedhjeve ka qenë prezent Tiranë. Dhe e fundit, që nuk ka të bëjë vetëm me krimin, a ka rënje opozita? Pra, a shpjegohet rezultati i Ramës me rënjen e opozitës? Pa tjetër që ka rënje. Dhe do ketë më shumë rënje në 2029. Pse? Po më gjeni një vend demokratik me të gjithë krerët e opozitës në burg. Ore, ju duket normale ato, burgu që po bën Saljani? Si shpjegohet që vetëm spaku zhduku gjithë votat e Ilir Metës. Ilir Meta, gjasme, bëri spaku Ajdut dhe njerëzit reflektuan dhe unë bën vota. Spaku bëri Ajdut dhe Erion Veliajn, po PS-ja u rrit me vota. Janë aq shumë gjëra që u lërasin
sa nuk bën dot sikur nuk i shikon. Pra teza që krimi nuk ka qenë prezent në Tiranë është nga alibit për mua më të paqëndrueshme. Do me thënë si ta 50 deputet që ja dha thonë jo, që mori Sali Berisha i e ka dhënë Edi Rama. Ka që ka vendosur t'i jap, apo jo? Apo i mori vetë? As Arlind Qorit s'ja ka dhënë Edi Rama. Pra, regjimi ka të drejtë të kurri dhe të pengoj. Akoma nuk jemi në fazën që të azgjeson. Azgjesoj fare. Që të azgjeson. Por, dhe aq i duhet. Tani, Kajsiu dhe unë të kaloj të kolegët, deri këtu, ju e keni ndjekur, I kam lexuar ma shumë se sa që i kam ndjek sante. I ke lexuar, do me thënë i keni ndjekur, desha thosha i ke lexuar. Janë një çdo rresht. Tani, me pak fjalë, se cili nga ju, çfarë mendoni për këtë? Janë dy gjëra diametralisht kundërta. Dy ekstreme. Një pyetje është esenciale. Do të thonë që ndoshta... Pa problem. Ndoshta është e tepruar të themi a jemi në një vend demokratik apo jo. Do të thonë, këtu unë ndaj dallimin me Bushatin. Parasyse, kur thua që kur e shtron dilemen a jemi në një vend demokratik, atëherë ti ke mbranda përmbajtjes tënde ke problem me sistemin. Ke problem me sistemin e drejtës, ke problem me sistemin politik i cili është në Shqipëri. Jemi baton apo nuk jemi? Ja, po mundohem. Tash, unë po them se definimi i Kajsiut ishte më i vrarë se Bushati. Do me thonë, kur thu që kemi të bëjmë me një neofeudalizëm politik, do me thonë, ti jep karakteristikat maksimale të keqes e një sistemi politik. Çanën kupton se Kajsiu nuk e shpjegoi neofeudalizmin politik, do me thonë se ky sistem është i udhëhequr nga lordet modern, të cilët funksionojnë mbi territore të caktuara, mbi institucione, mbi segmente të shoqërisë, duke zëvendësuar shtetin ligjor dhe me lorat influencës e me klientelizëm ata përcaktojnë fatin. Dhe gjithashtu, ky neofeudalizëm politik përcakton në një lloj sundimi të pushtetit përmes frikës ose favoreve. Paka shumë, kjo është ajo që po thot Kajsiu me definimin e neofeudalizmit. Jo shumë e rëndësi ylli ta... Jo, jam i qartë me këtë që... Qytetari nuk është subjekt i drejtës, por në nënshkruesi në nështrimit. Paka shumë Kajsiu për definon kështu sistemi politik të momentit. Edhe Kajsiu me këtë definim... Bushati, thuajti. Jo, Kajsiu. Bushati s'ka demokraci. Dhe me thonë është prem. Po. Dhe me thonë, ky e gjeti një formulim që demokracia në Shqipëri ka probleme serioze dhe problemet nuk i përmendi, por realisht definimi i neofeudalizmit dhe politik është kjo paka shumë a këtë që thash. Por, qa mendoj une? Mendoj që definimi s'ka demokraci dhe neofeudalizm politik ka diçka në mes. Shqipëria vuan nga demokracia kapur, për arsye se edhe pozita, edhe opozita, realisht e kanë kapur sistemin. Se na mendojmë që opozita nuk është pushtet. Opozita është pushtet serioz. Pushtet serioz brenda një sistemi. Dhe Bushati pe amniston opozitën. Falë, pushteti dytë. Jo, e pe amniston opozitën. Ku e kemi problemin? Atëherë, Bushati për demokracinë do të jap një pasqyrë shikuesit. Cila është pasqyra që do të jap shikuesit? Në një vend votim, një parti e madhe që përfaqësohet nga Sali Berisha, me një të kalume që Bushati ka qenë maksimalisht kritik për 21 janarin, për zgjedhjet e vjedhura, për 97-ën. Mos t'i përmendi është njeriu i cili ka qenë ma kritiku i berishizmit në Shqipëri si rrezik për demokracinë. Dhe du ta definoj, brenda këtij rreziku që përfaqësohet ose ripërfaqësohet opozita shqiptare, a mund të përballet nga një, po themi,
ta fitoj betejen me një njeri që farë është Edi Rama, që në spaku nuk i ka përmasat që vret në rrugë, që bën revolucione të pahishme dhe që organizon gjërat cilat janë jashta procesit demokratik. E këtë definimi gjuhës, që të Bushati është ka demokraci dhe s'ka, kurse definimi i Kajsivit është ma shumë i ashpër për sistemin. Bushati nuk beson këtë sistem për arsye se krejt është autokratik, gati që u shëndruar në një regjim i cili në një farë mënyre është sunduz gati në monarki. Ti na shpjegove ne, po nuk the të shmendon vetë. Une thash demokracia është e kapur. Nuk besoj... Si demokracia ka, po s'ka pra. Jo, se demokracia është ndarje pushtetet. Jo, demokracia është e kapur. Ke drejtësit pavarur, ke institucionet pavarura, ke shoqata dhe shoqërit civilet lirë. Bushat. Kjo pra është demokracia. Apo përmendim një demokraci ku është e përfaqësuar nga 10 parti opozitare. Ti përmende që këtu të ne mediat... Se nuk du me definu Putin me krahasu, se s'ka lidhje Putini me Shqipërinë. Po më thu që ka parti opozitare? Jo, janë 10 parti opozitare. Dhe, kur po thëmë 10 parti opozitare, janë përfaqësuar në media. A mendojun që janë kontroluara nga Edi Rama, ose nga, po themi, koncepti politik i Edi Ramës? Po, influenca është maksimale. Por demokracia ka për s'ka. Vetëm ta sharoj Bushaj. Çka bën një opozit? E delegjitimon një media e cila është me regjimin. Po ti ma thuj, cili opozitar nuk ka shkuar në emisione dhe në televizione të cilat janë... Ata e kanë fajnë. A? Ata e kanë fajnë që shkojnë. Natyrisht, se ti e delegjitimon një medium i cili është i kapur prej sistemit, veç duke u largu prej ti. Nuk merr pjesë. Fajnë për ty nuk e ka topi dhe klani që vjedhin fonde publike për t'i bërë gojore qeveris, po e ka flamur noka që mund shkoj në klan apo në top. Ej, ku jeni se... Jo, ku jem. Do me thënë të arrish në këtë përfundim, që fakti që egzistojnë topi dhe klani është faji i PD-s? Falë Bushat, po legjitimimin demokratik, ose po themi profesional... Ore, krimin, kush e bën? Cilin krim? Unë jam dakord me ty. Unë jam dakord me ty që kjo sa kohë ka patur klani? E ndyrë dhe poshtër që kemi e legjitimon krimin. Tani ti më thuaj krimin kush e bën. Sa ta e legjitimojnë. Ti pranon që ka krim dhe shan legjitimusin e krimit. Natyrisht. Kurse unë du të vë gisht natyrisht. Prandaj është demokracia e kapur, Bushat. Prandaj s'është funksionale. Prandaj s'ka demokraci. Definimi i demokracisë është. Të lutem që Nazarko hyn me telën me pak fjalë dhe pastaj... Jo, të hyn Kajsiu edhe Bushati, le ta definojnë demokracinë funksionale dhe demokracinë e kapur. Aty ndahet pazari, 1/3 e parave tunelit kaloja filan televizioni kombëtar dhe fajin e ka opozita që del në studio të këtij televizioni kombëtar. A dim se është demokracia e kapur, se opozita është po aq e korruptuar, mos thon më e korruptuar se sistemi. Se sa qeveria. Dhe është në barabarësia për të korruptuar i bën të pafuqishëm, jo të pabesueshëm dhe i lën brenda sistemit ose demokracisë kapur. Kur të masaroni që është demokracia kapur dhe demokracia funksionale, edhe shteti që s'është demokraci fare, atëherë unë jam për të vazhduar bisedën. Për arsye se nuk e di sa rrua. Ato pak deg të mendimit të Bushatit. Po shikoja që ose fut në Google dy fjalë kyçe Bushati regjimi Ramës, do duket që është një lejtmotiv i përsëritur për shumë vitesh. Domethënë, pra Bushati ka ka akuzuar regjimin e Ramës për shumë vitesh. Edhe në këtë pikë, me siguri, gjitha regjimet. Jo, po flasim se me që Rama është për 12 vjetësh, për 12 vjetësh atëherë do të thotë Bushati e ka bërë. Po flasim për regjimin e Ramës, unë po e përdor, po e citoj atë fjalë për fjalë. Mirë po, duke kryer këtë gjë, mund të marrësh dy medalje. Një medalje si aktivist politik, apo jo, mund të marrësh medalje edhe si analist i mirë. Si aktivist politik, pa paragjykuar asnjë qëllim, apo asnjë, po themi, shtys të tij personale, për këtë ai Kajsiu e quan ramofobi,
Po, Bushati mund të marrë një certifikat të aktivistit më i mirë, dhe më thëmë kundër Ramës. Po, a shërben kjo për të rëzuar regjimin e Ramës? A janë të qëndrueshme tezat e Bushatit se me këtë regjim të Ramës nuk ka rotacion, pra mes këtyre degëve që Bushati ka shumë vite që përsërit, unë do shquaj këtë. A mund bëhet rotacion duke patë përballë regjimin e Ramës? Unë besoj një lloj si Kajsiu ka dhënë përgjigjen shpesh, në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të vrazhd, dhe ka shumë teza të vrazhda, me si thua për ata kritik të Ramës që bëjnë shërbësin e dobishëm të tij duke kritikuar jo cilësisht. Dhe unë mendoj një lloj si ai që po, mund të ketë rotacion. Dhe nuk shkoj tek Venezuela, por shkoj tek Malizi. Gjukanovici ishte në një kuptim një lloj autokrati gjithpranuar, universalisht. Por arriti që u rrëzua dhe u dorëzua në fakt me shumë dinjitet, e lejoi rotacionin me shumë dinjitet, nga disa parti të reja të cilat u krijuan në pak vite, në këto vitet e fundit, apo jo. Madje ishin dhe të përçara me njëra tjetrën, dhe ishte një faktor shqiptar, një shqiptar i cili me një parti qytetare u bë bashkë, dhe ishte ajo pika që bëri që derdhet të vazhua. Pra, rotacioni është i mundshëm. Madje po pa shkuar larg, shikoni çfarë po ndodh në Serbi. Studentët e kanë vënë seriozisht në rrezik regjimin e Vučićit, sepse kanë legitimitet fuqishëm moral. Dhe kjo është arsye pse Vučići e shtyn pafund mundësinë e organizimit të zgjedhjeve parakoshme, por po dorëzohet, sepse është e pa. Pra, në këtë kuptim, tu shkojmë tek ajo që tek analiza. Unë mendoj që në analizën që ka Bushati që e artikulon për lidhje me pamundësinë, këtë kapa, se ne po bëjmë gjysmë të kualifikuar, por po japim mendimet tona, unë mendoj që ka mundësi për rotacion. A është regjim, as është regjim, këto është si nga lloji ato sherrët e atij Këshillit Nikeas që diskutonin ata çfarë seksi kanë ndajë. A është më pak më shumë, a është pak më pak, a është me prirje autokratike? Kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. Ka rëndësi nga pikpamja e aktivistit politik, në cilën siç thash, ne mund ta japim këtë certifikat për koherencën, po themi, në kritikizmin të ndaj Ramës. Kur vjen puna tek analiza, unë mendoj që ka përgjegjësi shumë të madhe opozita. Bie këtu dakord me Batonin, sepse opozita është duke pamundësuar, opozita po të shihet pasyrë me vetën është duke pamundësuar rotacionin. Vetë po të shihet në pasyrë kjo lloj Partia Demokratike me PD-n e 2021. Që o ishte Batoni ka bërë sondazhe atëherë dhe e nxirrte sondazhet që citoi dhe u situan edhe në rajon, që nxirrte opozitën fitimtare, apo jo? Jo, se kam nxjerr fitimtare. Po thuajse. Po ishte në një exit poll, domethënë ishte aty. Pra, një opozit, ose ishte e Bashës, ose ishte e Berishës, që ishte mbrapa Bashës. Mjafton që të krahasosh ato dyja dhe e kupton që është rënje drastike e opozitës sot me raport edhe me veten e vet, që ka sjell, po të merrem edhe me analizën e numrave, pastaj vërtetohet kjo tezë, që ka sjell humbjen e opozitës. Pra, është bjerrja e opozitës që ka shkaktuar këtë rezultat që ka shkaktuar. Po, Bushati ka drejt, Berisha ka drejt që është krijuar një shtet elektoral i fuqishëm, që Batoni e quhen demokraci të kapur, Kajsiu e quhen neofeudalizëm. Por, ama gjithë problemi bën analizë. Sa e kanë krijuar me radhë, derisa i gjeti mjeshtrim i madh. Gjithë problemi bën analizë është të kuptojmë sa janë përmasat e ndikimit mbi rezultatin. Tela. Atëherë, ti the janë dy qëndrime ekstreme. Bushati dhe Kajsiu kanë dy anë ekstreme dhe hajde të gjejmë tash se kush është më afër vërtet. Jo, ekstreme, do të thonë e kundërta. Të kundërta. Jo ekstreme në pikpamje të. Debati Po ti shikosh me, jo, një sekond, po ti shikosh me shumë kujdes. Dhe definicioni pastaj te Bushati unë ka shumë gjëra të vërteta, po Tani, te ajo që bën definicion pastaj është. Ajo që doja të thoja unë është kjo është gjë më alarmante jona. Pra ne bjem dakord që zgjedhjet këtu nuk janë të barabarta dhe ne na duket si gjë më normale kjo. Ne bjem dakord që qeveria ka kontroll mbi gjyqësorin dhe kjo na duket gjë më normale. Ne bjem dakord që qeveria ka një kontroll absolut mbi median dhe ne këtë e konsiderojmë normale. Ne bjem dakord të gjithë dhe na duket prap normalitet që patronazhimi deri në detaj i çdo vote ndodh dhe për këtë bjem dakord dhe themi po mirë ndodhi dhe kjo. Pasi kemi rreshtuar gjithë këto argumente, themi pse humbi opozita. Dhe nuk kemi parasysh vetëm PD-n dhe Berishën. Unë opozit konsideroj dhe tre partitë e tjera të reja, që në këtë rast kishin mundësinë
Që mua ma abit një gjë shumë e thjeshtë. Ja ta që deri në fund të Jo ti të ta qosh deri në fund, nuk të pret njeri asnjë gjë, por duhet i themi dhe shikuesit që në këtë sistem që kemi ne, që e ka ndërtuar zotri Edi Rama dhe zotri Sali Berisha, asgjësoj partitë e vogla. Unë 3 ditë... Në këtë sistem, LSI-a ka marrë 20 deputet, 200 e ca mi vota. Puro. Ky sistem... Po pra se ngriti 3 zona. 2017 Ky sistem ka lejuar rotacionin, i keq shumë është, po sistem që është testuar në rotacion. Qire, kur vjen që do Sistemi përbërë ke fjalën. Si? Sistemi i koalicionit përbërë, listave të përbëra. Ky sistem elektoral që ne kemi zgjedhur, proporcional realan me dond. është testuar që ka prodhu rotacion. Ka prodhuar një barazisin 2009 që Saliut ju desht vithe ato 4 votat e majtat LSI-s për të ndenë qeveri. Pra, ky sistem ka shumë probleme, por nëse kemi problemin ke sistemi, ne kemi ke banditët që përçudnojnë një sistem jo dhe aq të mirë. Okej, ta mbaroj. Pra, ne bjem dakord që banditët ndihmojnë qeverinë dhe na duket okej, gjë normale po ndodh. Tani, edhe në 2021-shin, pak a shumë në këto kushte ishin ne. Por diferenca e vogël, atëherë ngre zërin dhe thot, Basha në atë kohë arriti deri te 30.000, 40.000 vota diferencë, por nuk mundi të arrijë. Tani, ti kërkosh llogari Berishës, Lapajt, Agron Shehajt, Arlind Qorrit që nuk mundën dot gjithë, si ishuj të mundin Edi Ramën, ky është problem. Sepse ne vendosim, bim dakord, marrim një boksier, ja lidhim duart në ring, edhe themi tash pse s'fitove ndeshjen ti. Në këto kushte ndodhet opozita. Pra, i lidhem duart në këtë pikpamje. Në sistemin që kemi, dhe ata vetët, një pal pranga i morën vetë, ja një minutë. Një pal pranga i morën vetë, nuk u bashkuan, prangat e tjera, ja u dha sistemi. Edhe në 2021-shin, ky që ishte në pushtet, vendosi kushtet e lojës dhe tha, po deshe në këto kushte, hajde futun zgjedhje. Hyrin zgjedhje dhe humbi. Po mos i kishte ndryshuar rregullat e lojës. 6 muaj para mund të kishte ndodhur. Po ne kjo është shumë e vërtetë. E mban mend atëherë kur ndryshoi kushtetutën si bandit, prapë me ata për që ishte ky kor i madh që thoshte, po opozita e Bashës e ka fajin. Jo. Po mos kishin lënë këta vendet në parlament. 5 qershori duhet i. Do e bënte dot krimin. Pra, këtu vllash krijuar një lukuni që Rama vjedh, këta i bien opozitës. E poshtër më shumë është opozita, po kush po vjedh? Dhe nëse Spaku do kishte gjetur 3-4 raste të kësaj që ka bo majoranca, që të gjithë e themi nga mëngjesi në darkë, dhe nuk i gjen, nuk i demonstron, atëherë, okej më. Jo, kam një pyetje të thjesht fare, që të hyjmë pak më të thjeshtëzuar për shikuesin. Bushat, qiet janë shtyllat, o unë po të veçoj një shtyllë, media, ju mendoni një nga shtyllat kryesore që mban Rama në pushtet. Rama e detyron median? Pa dyshim. Po ty pse së detyron Rama? Pa dyshim. Pse jo ty? Se gjene parë që do bënte Rama, po ja një minutë. Do të detyron të ty, mo? Po jo, nuk më ka detyruar. Kush e dëgjon këtë? Nuk më ka detyruar. Po pra jo ty. Po çfarë bën Rama? Po. Më sjell në thonjza ke emisioni jot që të bëjmë për ditë temën si luftohet opozita. Dhe të neutralizon ai, nuk të lufton. E ka një tezë Shajsiu se do lloj opozitarizmi. Ishte për batut, Jo, për batut, po kam dhe unë i batut, pa një minuta. Kam dhe unë i batut. Rama, më të thjeshtë të ta kishte, të çonte ty të televizionet e mëdhenj, të cilët e lëpinë Ramën, ose Berishën, kur është në pushtet. Kur është në pushtet. E vërtet. Ti e di më mirë se unë këtë punë. Kolegët tanë, Dinja Xhiro unë me kolegun e njohur timin, të liqeni në kuru. Nuk ka rëndësi. Dinja Xhiro me të dhe më thoshte, si mund të arrestohet zinxhiri i gardës dhe më ulurinte për parasyve të liqeni artificial. Si mund të arrestohet zinxhiri i gardës, më thoshte në atë përplasjen e
Pra, një minutë. Po ka ndodhë 96, ka ndodhë 2001, ka ndodhë kjo që thua ti. Pse duhet ndodhi prapë 2025? Po ti pse se ke parë në këto vitet e tjera pëse? Ore, është thënë, po pse duhet ndodhi prapë tash? Jo, më jo. Pse duhet ndodhi prapë tash? Pse ti tani ke marrë vetëm pushkën për tani, do ta rregullosh në këto 3-4 vjet Shqipërinë? Ore, Pse mos e rregullojmë 2025? Po se rregullon dot, mos zotëri, se ka një proces. Pra, po pse duhet themi ne? I ka vjetur vota 2096 ne, tash duhet i bëj prapë ky tjetër në 2025. Po, pse? Po duke i vjet në një mënyrë krejt tjetër. E bë me batut dhe nuk more përgjigje për pyetjen. Ë? Çfarë të keqe më ka bërë Rama mua, jo si zë, jo personale. Por Rama pse s'të ble ty njerëz? Ja, pra- Kjo është gjëja me Gjëja më e thjeshtë. Po, pra. ti je i vetmi në Shqipëri që nuk të Unë dhe ti, Po. kemi ngrit zërin, kemi bërtit fort, si na e mbylli Edi Rama emisionin ke Irfanit Po. dhe detyroi Irfanin ta mbyllte. Po. Që atëre dhe unë dhe ti kemi zënë mënd më shumë se sa bënim kritika. Jo, nuk kam zënë fare. Dhe ky është një proces. A e ka mbyllë Edi Rama? Unë dhe Ylli kemi Mendoj mbrojtë që e të ka- testë. unë mendoj që e ka mbyllë një njeri që s'ka pas dignitet me majt me ty. Po pra. E ajo është Irfani. Dhe Edi Rama më ka shpjeguar mua. Dhe më fal. Fajin e ka gjithmonë i dopti. Bo. Si? Pa dyshim që fajin e ka gjithmonë i dopti. Po pse fajni ka i dopti, më? Po njeriu kur e hap një medium, Sepse jetojmë... nuk e meriton, nëse të ka largu ty edhe Yllin, nuk e meriton me pas medium. A kupton? Se ne po jetojmë, ti pranon batutën, ne po jetojmë edhe në regjimin e Bushatit. Cili është regjimi i Bushatit? Ti thua, nëse je kundër mendimit tim, ti je me Ramën, mbështet atë, je lukunia. Kjo është absurde. Ky është një lloj regjimi. Pa ti mendon që në pluralizmin e mendimit Kajsiu. Po manipulon. Pra, çfarë them unë? Kjo lloj sjellje them unë, që shfaqtim publik i shërben Ramës. Dhe ky nuk prit mortam. Unë mendoj që ti i shërben më shumë. Edhe Kajsiu ta ka thënë ty. Që kjo lloj opositarizmi, që s'ka përmbajtje, që s'flitet për ekonomi. Mentor, a ta mbaroj. A mund të bëjmë një marrëveshje Bushat? Si thua ti edhe një frazë, se është e rëndësishme. Po thue? Do me thënë, siç thua ti që qasja jote i shërben Ramës. Të thuash këtë, bën analizë, nuk do me thënë se ti më bëre mua regjimi Bushati, që etiketon. Jo, më jo, unë them kjo lloj si, unë nuk them që e ka bler, e ka shitur se pa pasur fakte. Unë them që kjo lloj qasje i shërben regjimit. Dhe a e bën se je i bler, a e bën se je idiot i dobishëm, a e bën se nuk kupton ajo zgjedhjet gjithë secilit. Problemi është kjo sjellje në analizën time çon në këtë përfundim. Të bëjmë një marrëveshje. Në regjimin e Bushatit, mentor, të lutem. Të bëjmë një marrëveshje thjeshtë për të qenë më racional për kohën. Se unë nuk akuzova ty për certifikat morale. Bëjmë një marrëveshje thjeshtë. A mund të ne të kritikojmë, të mos lëmë gjë pa thënë për Edi Ramën, pushtetin e Edi Ramës, por duke kritikuar gjithashtu dhe opozitën e Sali Berishës, nëse ne kemi kritika. A mund ta bëjmë këtë gjë? Bushat. Se ti a priori kërkon minutë më zotëri. Jo. Po ti fol për kënd ndjen më të rëndësishme ti më zotëri, unë për këtë punë të kam thirrur. Po jo që ti të thuash tjetrit, unë do të flas vetëm ti do flas vetëm për këtë gjë. Nuk po ta them ty se si je ti përfaqësuesi i kësaj. Një më të lutem tani. Po jo tani se pastaj ne marrim anë edhe për arsye të tjera pastaj ndonjëherë Tela. Marrim anë edhe për arsye ç'na ka ndodhur këto ne në këto 35 vjet. Tani nuk mund ta marrim anën kështu. A mund të jemi dakord për këtë problem? Që ne duke të mos lëmë gjë pa thënë për pushtetin e Edi Ramës, por të kritikojmë nëse kemi opozitën e Sali Berishës. Dhe ja të idhemi direkt e pyetjet, ja bëjmë kolegut që e kemi thirrë nga larg, a mund të rrëzohet Edi Rama nga një opozitë e drejtuar nga Sali Berisha? Se herën e kaluar unë të bëra një pyetje ty, fare të thjeshtë. O zotëri, ne këtu nuk e rrëzojmë dot. Bledi Kajsiu nga ande nga po flet, nga shumë larg. Ne këtu nuk e rrëzojmë dot ne ore, Edi Ramën. Hajde të bëjmë që duhesh, të bijem daulle sa duhesh në ditë natë, nuk rezojmë do të ne. E rezon opozita politike. A e rezon do të Sali Berisha? Që mban pengë opozitën, ka të fajë dhe demokraci ku lejohet këtë opozitë normale. E rezon, pa dyshim. Po si është lejohet të bënë që duhesh. Hajde. Ore, votat e Ilir Metës shko kërkojnë zyrën e Spakut. Kjo është kesh demokraci normale. Kemi në të, dhe atë nuk e kuptojmë. Zgjatja 6 muaj tani e gjithë, po kemi një pjesë pak më pas. Tani, Kajsiu, a mundet ti si e kupton? A i po flet, po s'po ndëgjohet. Regjia ndrynë sepse Kajsiu po flet dhe nuk dëgjohet.
Kontrolloj njerë mos ke bërë një... Me proçkë. Atë sustën, si quhet? Ja, mute. Mos ke bërë një mute aty. Jo, më dëgjoni. Jemi okej, dëgjojmë mirë tani. Po. Ma dëgjove pyetjen besoj. Jo, mund ta përsërisësh lutem. A mund të rrëzohet Edi Rama nga një opozitë e drejtuar nga doktor profesor Sali Berisha? Jo, absolutisht jo. Natyrisht që Edi Rama mund të rrëzohet, ndryshe nga Putini, nga Erdogani, nga Orbani në Hungari, nuk i ka rënjët aq thella, pra nuk ka ideologji të fortë Edi Rama se që ka Orbani, konservatorizmi social plus nacionalizëm, po pa hyrë në debati. Elementi themelor për të rrëzuar pushtetin është e vërteta. Dhe ky do të ishte roli ynë intelektualëve i zërave, dhe këtë rol e ka luajtur shumë mirë, shumë shpesh edhe zoti Bushati, zoti Lubonja dhe tjerë, të pak zëra, po e kanë luajtur. Problemi që shohun është që opozita sot prodhon gënjeshtra më të mëdha se pushteti. Pra pushteti prodhon gënjeshtrat që i dëgjuan fushatë, dëgjuan që janë çuar pensionet nga 100 euro në 130, pra duke krahasuar shifra nominale, jo reale, pa marrë parasysh vlerësimin e euros, pa marrë parasysh vlerësimin e lekut. Faktikisht, opozita prodhon gënjeshtra më të mëdha dhe se pushteti, është e pabesueshme, sepse të thuash që Sali Berisha nuk i humbi zgjedhjet, po ja votën, për mua është një gënjeshtër që qytetarët e nuhasin kollaj, sepse praktikisja që elektorati bëri Sali Berishës dhe berishizmit dhe Partisë Demokratike Berishiste nuk mund të shpjegohet as me krimin organizuar, nuk mund të shpjegohet as me patronazhistët, sepse i bie pasaj që këto 250.000 vota që firuan u shitën, u blenë, u intimiduan. Pra nuk është, dhe të gjitha sondazhet tregojnë që populariteti i Berishës është më i ulët te populariteti i zotit Rama. Nuk ka asnjë normalitet këtu. Pra kur përmenda rastin e Venezuelës, e përmenda sepse populariteti i kryeopozitarit aty është më i lartë se populariteti i presidentit Maduro. Pra këtu nuk ka asnjë indicje që të thotë ty që elektorati shqiptar ka besim tek Berisha. Dhe zoti Berisha dhe Partia Demokratike që kanë ndërtuar është institucioni më larg vërtetës dhe që prodhon më shumë gënjeshtra në sferën tonë politike. Madje zoti Berisha thotë këtë publikisht. Pra, sot ai për shembull thotë Ilir Meta është hero, nesër mund thotë Ilir Meta kriminal. Pra sot mund thotë që Ylli Rakipi është kriminal, nesër thotë Ylli Rakipi është hero i demokracisë. Kur ti e pyet pse dietej që ishte kriminal dhe sot hero i demokracisë, ai përgjigjet, është deklaratë politike. E ka thënë. Po e ka thënë. Blendi, ka thënë për këtë zonon. Ju kishit para pak kohës aty zonjën Ardiana Kalaj, mos më gaboj, që është kryetare i gjykatës statutit të Partisë Demokratike, po. Dhe zonja doli me një qetësi olimpike, tha që zoti Berisha nuk mund të dorëhiqet sepse fitoi mandatin në 2022-shin dhe ka deri në 2026-ën. Dhe gazetarët i nxorën artikullin. Dhe ishte Ali Bekaj, mos gaboj, nuk ishte shërbëtor i regjimit, nuk ishte kriptoramist. Dhe i tha, jo zonjë, tha, ai statuti thotë që me njëherë pas humbjes do t'japësh dorëheqjen. Dhe zonja me qetësi tha, ky është interpretimi im. Blendi, a bon vetëm pak lutem, Blendi, vetëm pak lutem se edhe ti dhe Bushati nuk e keni sharu deri në fund polemikës këtë procesin demokratik, për arsye se na mund të pajtojmë me një gjë se procesi dhe sistemi e kanë konkurrueshmërinë në zgjedhje. Por esenca e asaj që keni debatuar i mungon diçka. Na jemi pajtuar që e kemi një autokrat në pushtet. Por gjithashtu, na e kemi një super autokrat në opozit. Ma thuni, si mund të ndryshohet ose të fitohet betejë me një autokrat në pushtet, kur e kemi gjithashtu një super autokrat në opozit. Këto gjëra, realisht, nuk janë, për cilat po flas, quhen, ose si që quajta, demokracia e kapur. Demokracia e kapur është pikrisht ajo që ju nuk e keni sqaruar në debatin e juaj. Me qenë se jemi këtu, mas sqaro këtë problem dhe a mund të fitohet një autokrat
i pushtetit me një autokrat të opozitës. Ka që për arsye se unë konsideroj që mranda debatet juaj nuk e keni prek, ose për ciptas e keni prek. Jo, dakord jam, këto po them që jo, sepse opozita kur them fiton me të vërtetën, duhet të ofrojë një model alternativ, për të ofrojë një standard më të lartë. Pra, ne kemi nga njëra anë Partinë Socialiste të shndruar në zgjatim të kryetarit në kazermë, thotë zoti Prek Zogaj, që është një përkufizim shumë i mirë. Po nga ana tjetër kemi degradim më të madh Partisë Demokratike në shtojcë familjare. Pra, nuk bëhen zgjedhje brenda PS-s, po s'bëhen fare zgjedhje as brenda PD-s, fitojmë me 99%. Dhe nëse nuk ka demokraci brenda partive, është e pamundur të ndërtosh demokracinë jashtë, sepse partitë politike mbeten forumet ku bëhet debati demokratik, ku vizionet përballen, ku ofrohen alternativa. Kështu që natyrisht, nëse ke një opozitë që në çdo aspekt ofron e ul stekën përballë pushtetit, natyrisht që ky pushtet do fitojë, sepse manipulon me kollaj, ka krimin më afër, sepse krimi synon pushtetin, ka mediat më afër. Jo sepse ai bën opresion, po sepse mediat shiten tek ne, se mediat janë ndërtuar për të shitur. Janë ndërtuar për pazar, fatkeqësisht. Prandaj bëjnë këto, mbyllin emisione, heqin gazetarë. Problemi është shumë i thjeshtë, kjo nuk do të thotë mohosh ndikimin e krimit organizuar, kjo nuk do të thotë të mohosh patronazhistët. Punë e drejtësisë është ajo tek punët. Ky nuk është problemi themelor që kemi ne sot. Dhe kur them Tirana është barometër, nëse ti nuk fiton dot zgjedhjet në Tiranë, nuk i fiton dot as në pjesën tjetër të Shqipërisë. Dhe me që Batoni thotë është punë e drejtësisë ajo, Bushati ngre het idenë që drejtësia është një armë në dorën e Edi Ramës. Bushat? Në këto zgjedhje ka qenë në dorë të opozitës. Ose për Bushatin të pyesim. Po mirë. Edhe Telen për këtë. Po, Pastaj ti. një njeri që na ka ndjekur gjithë debatin. Çfarë ka vënë re? Që ne, sa herë flasim për Ramën, shtojmë dhe si pilaf një kalë të ngordhur Saliu. Jo, s'ta pranoj këta. Po, ata mbaroj, pastaj ma i poshtë... Mos e kuj kalë të ngordhur, ai do shefi opozitës. Po, ma bëjtë Kalë sopë. ngordhur themi ne ore se. E kupton? I ka të gjitha. Kush manipulimi i gjithë kësaj, sepse kjo duhet për të legjitimur Ramën. Ndryshe nga çdo zgjedhje të mëparshme në Shqipëri, këtë herë oferta për të votuar kundër Ramës ishte e pamatë. Pra, zdoje Berishën, votoje si unë Arlind Qori. Zdoje Berishën, votoje Agron Sheaj. Zdoje Berishën, Edhe morën shumë vota ata. votove Lapaj. Edhe morën shumë vota. Dhe mentori thotë që këta morën më shumë vota. Shumë. 200.000. Asnjëri nuk mori 200.000 nuk janë pak. sa Tom Jo, Doshi llogaritë i edhe- avantazheve të llogaritë Tom Doshi, pushtetit. Asnjëri s'mori sa Tom Doshi, po nuk është kjo e rëndësishme. Kush është e rëndësishme? Megjithse oferta opozitare ishte më e lartë se kur, Rama kaloi nga 48% në 2021 në 52-53%. Merru me votat absolute. Pra, këtu, kush është problemi? Edhe në votë absolute, Rama ka marrë më shumë se Pa 2009-ën, po pse pa diasporën? Se këta diasporës kanë ardhë, Ka marrë më pak vota se në 2021. Prit, Po baton, pra, këto janë shifra. Numra. Jo, shifrat. 860.000 Jo përqindje, diaspora. numra. 860 e cami vota, Rama s'ka marrë as 2009-ën, as Ka me 2013-ën, diasporën. as 2021-shin, pra Rama sot është më i madh se kur, megjithse oferta opozitare ishte më e gjerë se kur. Pra, kjo na shpjegon Pa diasporën ka 30.000 vota më pak. që po pse ta i diasporë më janë kinezat ata? Jo, krahasimi ata, nuk merrem tani me metaforat, i kemi më të bukura metaforat. Me shifrat janë të shëmtuara. Po, nuk është faj im që i kam Po jo, ajo është bukra merita jote. metaforat. Problemi është që duhet shpjeguar, Të rroshë metaforë. duhet shpjeguar kjo rritje e Ramës pavarësisht nga oferta opozitare. Nga që nuk duam t'i hymë këti debati, e reduktojmë opozitarizmin tek berishizmi. Berishizmin asun nuk e dua, po problemi nuk është berishizmi. Pse, është një shembull që jap shpesh, në vende që janë demokratike, kur njerëzit lodhen nga opozita e Berlusconit
ngren Melonin, kur lodhen nga opozita e të majtës apo djathës klasike në Francë, ngren Macronin. Pra atje ku funksionon demokracia, demokracia ka horror nga boshllëku, krijon liria hapësira të re. Këtu mungon liria, prandaj rritet Rama. Dhe ky është thelbi i sistemit ton. Po s'duam të kuptojmë këtë, do marrim gur dhe do bëjmë intifad ndaj Saliut, që edhe pa intifadën ton është e vdekur. Por sot të merresh me të vdekurin Sali, është i thuash Ramës, vazhdo vidh, vazhdo na përdhuno, se ti nuk e fajll atje në drejtën tate, fajshi Saliut. Tela? Son nuk u përgjigja, Ja dhe Tela të... a është opozita autokrate, Partia Demokratike. Më autokrate se PS-ja nuk më duhet fare. Unë jam më radikal se ty kundër PD-s. Unë po them që edhe PD-ja dhe Tom Doshi që po ashtu së në preferencat e definimi jotë që kemi autokrat të pushtetit. Nuk ta e që jasë një presje, në regull jam unë me atë punë. Dhe Saliu. Po nuk fitohet një autokrat i pushtetit me autokrat opozitës. Kjo Dhe është. Saliu dhe Tom Doshi, që unë e dua më pak se Saliu, duhet të kenë përsa ko nuk janë burg, kushtet barabarte loje. Këtu çdo lloj njeriu tjetër që do të garojë përveç Edi Ramës, i mohohen kushtet e barabartat lojës. Prandaj Rama rritet dhe prandaj ne nga që shpjegojmë dot pse Rama rritet, themi e ka fajin Saliu. Ja, e shpjegueshme. E ka fajin Saliu. E shpjegueshme është. Ai masakrojmë Saliun që të lëm Ramën të vjetër. Kajsi dhe pasaj Tela, Kajsiu pe këtë të bushatit. Kajsiu. Nuk e kemi? Tela? Vetëm Pra, Kajsiu thot, Berishës opozitës i humbën një mal me vota. Dhe kjo është problemi. Ndërkohë, nëse njerëzit janë pak kënaqur me qeverinë prej 12 vitesh, dhe në sondazhet që i referon Kajsiu, 70% e tyre thonë që kjo qeverie që është në pushtet nuk i zgjidh këto problemet tona, atëherë do zgjedhin një alternativë tjetër. Nuk e duan Berishën, mund të votojnë 3 nga këto forcat e tjera, siç tha Bushati. Ose bojkotojnë, nuk votojnë fare, nuk shkojnë fare të votojnë. Por shifrat e bojkotit në Shqipëri janë më të ulta. Në Shqipëri praktikisht, me numrat e censusit, 92% e popullsisë ka votuar. Dakor, pavarësisht se shifrat e KQZ-s nxjerrin 42. 75%. Ka votuar në shumicë. Pra nuk ka pasur bojkot. Nuk ka pasur njerëz të pakënaqur me qeverinë dhe të pakënaqur me opozitën dhe ata nuk votuan. Por ndërkohë, njerëzit janë vënë në rresht për të votuar qeverinë. Dhe si janë vënë në rresht? Janë vënë në rresht duke u detyruar me anë të gjithë sistemit patronazhiste, me njerëzit që punojnë në administratë, në gjithë organet e administratës, duke përpiluar lista votuesish që konfirmoheshin nga njerëzit e tjerë të administratës, dhe gjithë këtë gjë që ne e themi që e prekim e kemi ndikur për ditë, pritej që për një vit të tërë, SPAK-u, Task Force e SPAK-ut, ta konfirmonte, të gjente raste tipike dhe të thoshte po, kjo gjëja që përflitet gjithandej, është e vërtet dhe ne kemi raste për ta konfirmuar. Dhe çuditërisht, ne pam 3 raste tipike të PSD-s, që ashtu realisht i mbledh votat, dhe një rast periferik të PD-s. Asnjë rast tjetër që ka lidhje me pushtetin dhe që ka të bëjë me krimin zgjedhor. Asnjë rast të tillë ne nuk e pam. Tani, një sekond vetë. Kajsiu nuk do ta kemi më për shkak se ishte deri në 21:30 dhe është në punë tani se atje është një vend që ora duhet jetë një 12 ose 13. Nuk janë si puna jonë që bëjmë muhabet kot sa duam. Ne jemi mbledhur në këtu dhe Na lë Rama që të bëjmë muhabet. ai në punë do një 15 minuta më shumë, por ne do vijojmë të pak. Nëse mund të them diçka. Jo, tani nuk do thua diçka ti, do thot diçka Bushati. Prap. Po. Shiko Bushat. Duhet të bëjmë një marrëveshje patjetër, ndryshe nuk ka bisedë të qartë. Unë të bëra një pyetje më parë dhe nuk mora një përgjigje. Ja mund të kritikojmë përgjigje të qartë, pushtetin e Ramës, me çfarë do që duam ne, duke i thënë dhe diktatorët e gjitha, duke kritikuar dhe opozitën. Të opozitë që kemi ne. Duke qenë në raport, se ne nëse nuk ndërtojmë një raport, nuk kemi bisedë Tela. Një sekund, ta mbaroj. Sepse jo, ti shpesh tua kështu pastaj. Ai shërbejnë Ramës nëse kritikojmë opozitën e drejtuar nga... Shpyetja ime pastaj. Se ti thua i shërbejmë Ramës? Jo. Nëse ne kritikojmë opozitën e drejtuar nga Sali Berisha? Jo. Po këtë e ke thënë, molla? Po jo, ma. Si jo? Po më thuaj. Unë kam e 10 trashkrime kundër
zgjedhjeve dhe fjalorit edhe që ka bërë... Jo, po në këtë lloj diskutimi nuk do të bashkosh të dyja. Unë them. Pra, nuk jam të shmëndur që të them s'kritikohet opozita. Biles, jo opozita e për Jo, posë. Po edhe këta lapa... Ti e ke kritikuar sa i ka lujt fen. Problemi Po nuk do ta lidhësh diskutimin. Ashtu. Këtë diskutim ti s'do ta... Pse jo? Këtë nuk dua ta... Metafizik totalisht. Sepse jo. Biseda, pse? Jo, ja, ta them. E për e pyetjen. Po. Pra, unë nuk them s'kritikohet opozita. Unë them, flasim për zgjedhjet. Po. Flasim për zgjedhjet. Vodhi Rama apo që Berisha i dobët. Unë them, faktori kryesor pse zgjedhjet ishin ato që ishin se për 4 vite me radh manipuloi pushteti. A ishte opozita e dobët, me flamurin, me lista gabim, me primare falso, me gjuhën që thot Kajsiu të pabesueshme, të gjitha këto. Por ama, të gjitha këto janë minore në raport me vjedhjen e Ramës. Pra, kur një ekip futbolli që bën një skem të keqe, por ekipi që fiton ka bler arbitrin, unë nuk gjykoj për zgjedhjet e trajnerit që humbi, gjykoj për korrupsionin në lojë. Prandaj bëj primare këtë dhe dytësore këtë. Si kuptoj mirë këtë gjë. Them drejtën. Sepse ke marrë vendim për mos kuptuar. Jo. Atë vendimin e merr ti. Tani ti ke kemi debat disa vjeçar bashkë. Ju keni, të kam thënë, keni dhe një rubrikë të vendi punës ku keni, dhe ju nuk thoni ngjarjen dhe çfarë shohim. Ju thoni, për shembull, larg qoftë, po vdiq presidenti, ja një minutë, po vdiq një presidenti Putin, ma akuzon mua ti do thuash se nuk themi ngjarje. Ja, një minutë. Dhe ti ke po jo më ta them, ta dëgjoj me njerëz. Frikë të thuash vend e punës ku kjo ndodh. Ku vendi punës? Si quhet? Lapsi mo. Po pra, te lapsi. Ta kam cituar një milioner. Po pra, të pa numër të ka citimin. Ti, zotëri nderuar, ke një problem të rëndësishëm. Ti nuk diskuton atë që ka ndodhë. Ti thua pse ndodhi ajo si pas meje. Dhe ju meni vendime për të gjithë. Ti merë vendime për ne. Ti merë vendime për mua. Shpesh ne kur dalim tani, ti thua dëgjon për shembull ambientet ku vete ku mund të rini në ambiente disa orë dhe merrni vendimet tuaja, edhe për mua dhe për tjetrin dhe të gjitha. Certifikata, ja futni asaj aty bisedës, gjere gjatë dhe deri pastaj ti e kupton të keqen kur të thonë që ka vdekur Sorosi dhe po e mbajnë në frigorifer. Aty e kupton që është e pavërtet. Gjërat që thonë. Unë e ftoj çdo lexues të Lapsit që të beson ty te ai që thot, nga kjo ditë mos e hapi më Laps. Jo, të hapi më. Se unë po i manipuloj pra. Ti ndriçove dhe ata mos e hanë më. Por unë kam të drejtë të them ty çfarë mendoj. Dhe jo ti të marrësh vendim për mendimin tim. Absolutisht. Ti merr vendime. Ke disa kohë që merr vendime. Dhe kjo është e gabuar mendoj. Për sa kohë unë pranoj të ballafaqoj detë mia në një debat, do me thënë që nuk... Jo, në momentin që ti thua nuk ka një raport mes Edi Ramës dhe opozitës politike që ne kemi përballë, mbaron filmi. S'ka bisedë me. Ti thua që tani dalke ti në studio dhe rrezoke ti Edi Ramën. Dhe unë edhe ky këtu. Jo, zotri, e rrezon opozita politike e cila hapi laf. Tani, që bisedojmë ne bashkë. Po, Saljani hapi laf, e vërtet është. Saljani hapi laf. Ndoshta japin dhe pa kost në darkë. Edhe Ilir Meta hapi laf. Kur të dalim do ta bëjmë të bisedë bashkë. Po. Këtë që përmende do ta bëjmë bashkë dhe do më thuash. Hapi laf. Do më thuash fal. Për çfarë? Që ha kost. Një minutë. Kost me pilaf. Kur të dalim do të të them. Jo tani, sepse... Jo, mund të më thuash më të tani. Po mund të më thuash. Jo. Mund të më thuash. Dhe pastaj thua ti në emisionin tjetër. Po. Fal, them diçka se nuk... Do të them unë. Beleri hanë të pilaf. Po, opozite, e kupton, letë bëjnë dhe ca... Beleri ka ngrënë gjëra tjera aty. Dhe qante doktori që në vrau këto thoshte, në thoshte ne. Në vrau shtarët. Po hajde. Dhe prandaj do i futur në burë. Me prova falso. Jo. Me prova falso. Jo, është çështje tjetër. Është çështje tjetër. Ka disa gjëra. Ty kur t'interesoni, diskuton problemin e veçon. Kur nuk të interesoni, bashkon të gjitha. Ore, kaq... Kjo s'ka lidhje me këtë, thua. Ka lidhje vetëm me këtë. Kaq dobët doli debati me Kajsiun që po e vazhdon ti debatin? Jo, Kajsiun mbaroi se ikun punë.
Po, ne a do mbarojmë si orar. Kasiu punon, Kushtu jo më të qetë. Tani ti po më tregon mua për qetësi. Ti je gjithmonë i qetë. Jo, unë shpesh herë bëjmë kështu si e ti tani. Jo, unë po të pyes Në ato raste më ndihmon ti unë po dhe të pyes thua dhe ti që nuk më ndihmon përgjigje. Unë po të them ty, Andi Bushati, se ti më thua mua mos diskuto, të diskutojmë vetëm Edi Rama. Jo, pra manipulon. Dhe jo në raport me Sali Berisha. Manipulon. Ja ma thuaj edhe një herë ta dëgjoj njerëzit. Sa Ti, zotri, kur ne diskutojmë për zgjedhjet që mbaruan, duhet diskutojmë vetëm pushtetin autokratik, regjim, kriminal të Edi Ramës, apo duhet ta marrim të lidhur me opozitën që ne kemi? Tjetër më, dhe me Agron Sheajn, Po. edhe me Aktorin, edhe me E ke patur Agron Sheajn këtu? Dhe me Beri, po pra, duhet Përballë. të diskutojmë të gjitha. Dhe asnjë gjë s'tot nga këto agronshe. Asnjë gjë s'tot nga këto lapa, e kisha partije unë. Por, Asnjë gjë s'tot Qori, e kisha kam patur vazhdimisht duhet të këtu. diskutojmë të gjitha. Vazhdo, dakord. Duhet të diskutojmë të gjitha. Se- Por, theksin mendoj unë, duhet jo të ai që është i pamoralshëm, por të ai që bën krimin. Midis një njeriu të pamoralshëm, që mund t'jenë shumë opozita, dhe njeriu që kryen krim, prevalon diskutimi i krimit përpara diskutimit për moralin e dikujt. Se më shkruajnë që Kam as të për të lartësi ndihmuar ty më teologjike. thonë ai ka mendimin e vet. Po dhe mua mund, edhe unë kam një mendim. Dyshim, po jo, Ma lejo dhe mua. Jo, po më pëlqen debati. Ma lejo dhe mua mendimi. Po më pëlqen debati se Se cili ta ketë mendimin e vet, batonit jep të vet. mundësi. Po prandaj thash regjimi Bushatis, lej. Lej. Urdhro. Shiko, nuk e kam atë lartësinë as teologjike, as pretendoj që ta kem që të them ky e ka mirë, ky e ka keq, apo kush është i moralshëm, kush është kriminal. Por ne të bjem dakord me atë që thot Bushati, që po, e keqja më e madhe është qeveria, sigurisht. Kjo është absolute. Dhe gjithmonë ka qenë. Për shkak të ndikimit më të madh në jetën tona, në ekonomi, është absolutisht që është qeveria. Ajo që ne jemi duke diskutuar është si mundet qeveria. Qeveria mundet me cilësi të re. Dhe për fat të keq, ata që janë... Regula lojet ndershme. Po, edhe me regula lojet ndershme. Pa diskutim. Por, po ta hapim atë fizharmonikën ose ndërtojmë trenin e arsyetimit, treni është i gjatë, ka shumë vagona, por po shkojmë tek, po e thjeshtojmë edhe për shkak të kohës. Qeveria rrëzohet me cilësi të re. Dhe ne, kur themi që qeveria ka marrëveshje me opozitën, madje Rama shumë i lumtur me Berishën, madje edhe gjyqi ka vendosur ta ketë gjatë që Berisha të jetë sa më shumë në krye të opozitës, nuk jemi duke lavdruar Ramën. Jemi duke konsideruar si të pamoralshëm që po e financon një opozitë dobët se e Berishës të rri pafund pushtet. Kur themi që kur paragjykojmë cilësinë e opozitarizmit që i bën ti Ramës, unë mendoj individualisht që Rama me këtë lloj opozitarizmi, i cili fokusohet vetëm te aspektet e demokracisë, rri 1000 vjet, madje rri 2000 vjet. Atë lloj opozitarizmi si yti që thua dilni mandate, dilni nga mos merrni pjesë në loka, rri 3000 vjet. Unë mendoj që Rama rrëzohet me cilësi të re edhe të kritikizmit që vjen nga forume si këto. Rama rrëzohet qofse i tregohet që ka 12 vjet për shembull dhe për shkak se ka 12 vjet ka përgjegjësi më të madhe që nuk ka arritur të ndërtojë një model ekonomik funksional, që mbështetet mbi prodhimin, që ka rritje të mirëqenies për qytetarët, që zvoglon ato pabarazitë sociale, që zvoglon numrin e atyre banorëve që jetojnë me minimumin e varfërisë. Ky është sigurisht edhe ajo që ti shtron raportin me krimin apo kriminalizimin e shoqërisë, kriminalizimin e shtetit, aty janë drejta, por ato i kemi thënë. Pra nuk mundet që ta godasësh Ramën thjesht dhe vetëm në një aspekt, duke mos u marrë me ato aspekte që nuk i kupton ose mendon që nuk janë të kuptueshme për elektoratin. Rama pra goditet, atakohet edhe tek ekonomia. Ajo është pjesa më e dobët, ajo është hallka më e dobët. Ju e keni parë në përplasjet e tij me njerëz që marrin vesh nga ekonomia. Rama gjendet vështirësi. Ju zgjidhni merrni me demokracinë, me këtë, me krimin, edhe unë jam i mangët dhe ka jo, e kam fjalën që e kam fjalën që duke përsëritur gjitha gjërat. S'bet vetëm me ekonomi. Pyetja që kam për ty. Ai po grip problemet të cilit kanë të bëjnë me sistemin. Pyetja që kam për ty është Rama duhet rrëzuar, është një keqe për këtë shoqëri apo e mirë? Po duhet rrëzuar me cilësi të re, po them. Po në optikën unë jam pro rotacionit. Duhet rrëzuar. Unë jam pro rotacionit, po ata që janë përballë
edhe më të pafë se ai, janë dhe më mediokër se ai, dhe nuk kanë mbështetje ndërkombëtare si ai, sepse ne jemi një vend i vogël. Pra she keqja më e vogël. Një sekond. Për sytë e popullit është kështu. Për sytë e popullit që treguan se ti, më fal të them edhe gjë tjetër. Ti përmend fjalën vodhi. Atëherë për vodhi për votat? Shiko, kur ta atakosh për zgjedhjet, do të jemi sakt me termat. Nuk vjedhen votat, është që mendon. Si nuk vjedhen? Votat nuk vjedhen, vjedhja e votave në kuptimin juridik është kur ti e merr nga Lena ja thyn prena, ja çon tjetër. Një sekond. Nuk ndodh ajo gjë. Një sekond, po ti ke me prova. Do të manipulimi. Ti të shofësh prova. Cilat janë provat? Do me thënë, të kapi policia me gjithë atë spakun, duke bler karta me lek të opozitës, a është kjo blerje dhe vjedhje vote? A blerje është një gjë tjetër, se janë terma të ndryshëm. Ky është kuptimi që po them, që kur ta kritikojmë Ramën, ti jemi blerja e votës është një gjë tjetër. Blerja e vullneteve është një gjë tjetër. Shumë e rëndë është. Shumë e rëndë. E kuantifikon dot i sa është blerja e vullneteve. Para se të shkosh te kutia. Te kutia aty është vjedhja. Mua më mjafton një rast i vetëm që një deputet socialist merr telefonin dhe i thot drejtorit shkollës që gjithë mësuesit po streguan votën për PS-n të hënën mos paraqiten punë, për të parë që kjo nuk është një rast i veçuar, po ky është një fenomen. Kur në Elbasan blehen karta, ky nuk është një rast i veçuar, po është një fenomen të cilin gënjen dhe drejtori përgjithshëm i policisë. Por fakte të tilla t'jap sa duhet. Thelbi... Këto janë të zgjedhjet e 2021-shit. Thelbi kontradikt... Nga 2021-2025... Pra u bënja i duti mirë. Me ndikimin e opozitës, me negociatat, Bylyk Bashi, Gjiknuri, kanë ndryshuar disa gjëra. Kodi zgjedhor, kanë ndodhur ato gjërat. Thelbi kontradiktës time me ty, dhe më shumë me Batonin, se këtë debat e kam bërë me Batonin, ti thua Rama është e keqja me vogël. Në sytë e popullit. Jo, folë për sytë e tu më populli nuk e masin tot në regjim. Nëse do shikosh mund të preferoj një model ekonomik tjetër. Ja të mbaroj. Po s'po e shoh, nuk po e ofron askush. Më larg se ty, thotë është kryeministri më i mirë që Shqipëria ka pasur në 30. Po në shumë aspekte po. Tani, në shumë aspekte jo. Unë nga njerëz që e quajnë Ramën, o të keqen më të vogël, o të mirën më të madhe, më falni, po nuk pres kritik se si duhet përmirësohem mu në kritikën ndaj Ramës. Jo, po pra, ju jeni për Ramën, mbaheni. Hyre të loja, e ka me lojën tani. Po këtë po the, e keqja më e vogël pra. Do me thënë, këtu absurd i arrin që njerëz që militojnë për Ramën kritikojnë të tjerët se nuk i bëjnë opozitë cilësore Ramës. Jo, nuk po të kritikojmë. Ti zgjodhe që ta sublimoje debatin tënd me Kajsiu, nuk mendoj që është debati mbyllur që ka fituar Kajsiu, por ne po shtojmë. Edhe unë jam i lumtur që ka fituar Kajsiu. Po pra, sepse Kajsiu tani do t'i thush te Kajsiu që është i bler nga Rama e tjera. Pas regjimit prandaj. Nuk e përdor. Vetëm e ka bler mafia shqiptare në Kolumbi atje. Kur këtë temë as për ty, as për as për Batonin, as për Andin, natyrisht as për vete. Nuk i them unë njeriu të bler Batonin dhe pastaj do të konkludojmë. Po se kujt i shërben është gjë tjetër. Tani nuk i shërbesh dikujt edhe pa e kuptuar vetë. Mentor. Këtë të tatë Kajsiu, ti po i shërben Ramës pa e kuptuar vetë, tha. Dhe unë i thash, në optikën time, ti po i shërben instalimit të një regjimi që na vjedh të gjithëve bashkë, këtu në Shqipëri, jo në Kolumbi, duke thënë që fajtori i madh që na vjedh Rama është Salihu me Ilir Medën. Kjo mua më duket absurde, vëlla. Do me thënë, kjo, unë kam bërë debat, unë kam bërë të njëjtin, kam bërë të njëjtin debat në 21 janar, kur Sali Berisha vrau 4 veta në rrugë, kishte Palaço që thoshin, fajnë e kishte opozita, se ajo janë zori në prit. Po a i që e vrau, e këtë bukur tjetë, po a i që e vrau. Po a i që e vrau, a ka faj, dhe sot, a i që na vjedh, a i që e ka qu kilometrin 200 milion euro, fajnë e ka opozita, se mund të ketë marrë në i tangente nga ky i kilometrin, a i për i gabim që i vrau, por ata me atë qëllim këshin shkuar atje. Jo, pa i e ka fajnë pse i vrau, ata me atë qëllim këshin shkuar, po a i pse i vrau. Do me thënë,
ti po pe, që mua më ka dalë 100.000 lekësh nga xhepi, ta kem nxjerr këtu Kastile, mentori ma vjedh, ti thua, po ai pse kishte nxjerr? Ore, ky e vodhi! Si unë e provokova! Unë e provokova, dakor, e mbaj unë. Se ti e ungritë... Posh opozita në këtë vënd. Rama dje. Jo, të dy dënohen, a i për gjithë e krimi, a i për kriminal. Edhe ti të Baton, çfarë ke tani ti dhe të konkludojmë me një pyetje të fundit që kam unë. Atëherë, Që nis nga tela. kur tham unë që Edi Rama është kryeministri më i mirë që ka pas Shqipëria, unë e kam bindje ata, nuk e kam rasisht. Dhe kur e thom se e kam bindje, atëherë, po unë spengova kur të Mos më jep leksione mua dhe tjerve që thonë si duhet kritikuar më cilësisht Rama. Po e ky s'duhet kritikuar vlla se ky është heroi jon. Atëherë kur unë e tham këtë fjali, unë e bëj analizën mbi atë që kam treg. Jo mbi atë që kam në imagjinatën time kush e rrezon Edi Ramën. Dhe kur e kam Edi Ramën përballë Sali Berishës, përballë Llapajt, përballë Shehajt, për arsye se Çorrin ende nuk e kam pa në betejë tamam, atëherë unë padyshim e zgjedh Ramën dhe tham që Rama është kryeministri më i mirë që ka pas Shqipëria. Ti japi 100 argumente krahasu me tjerë. Dhe kjo është e para. Por, Bushat, kam një problem me vazhdimsinë që nuk e mohoj që kritikat ndaj Edi Ramës i ki të qëndrueshme. Por a mjaftojnë këto kritikat qëndrueshme që ti ta fitosh betejën me Edi Ramën, kuptimin ose diskurs, nalu prit dhe përfundoj dhe në fund. Unë kam betej me të vërtetën, s'kam betej me Edi Ramën. Unë të vërtetat e mija dhe ikin shpima, vlla. Jo, e kam një problem. Cila është e vërteta jote, bu? Ju doni... Po, cila është e vërteta? Vërtetat si pas meje. Do me thënë... Po, mle se fole 20 minuta ta përfundoj pasaj. Jo, edhe tash. Beteja jote me të vërtetën, duke mohuar të vërtetën e ti, po vetëm gabimet, ose të mirën e ti veç për gabimet, se ti ja shikon vetëm gabimet. Jo atë që ka prodhu Edi Rama gjatë tyre viteve. Atëherë, nëse nalesh është të gabimet, besueshmëria, dë bëhet me e vogël. Për arsye se, kur po më thua mua, kur po më kritikon mua, pse thua që Edi Rama është më i miri, une e krahasoj me Sali Berishën, për arsye se diskursi jot ndaj Sali Berishës ka qenë më së paku në fjali i vrasht. Jo kritikus, i vrasht ndaj ti maksimalisht për të keqat që i ka bo Shqipërisë. Në raport me krimet që ka bërë? Po pra, se raporti e ka me të vërtetën. Kur vjen në analizë në vitin 2021, o në vitin 2025, gjatë zgjedhjeve, njerëzit ta mbajnë mend diskursin, fjalit dhe kritikat që ja ke bërë një njeriu se çfarë ka bërë në jetën për e ti politike. Dhe çka tash, kur ti e kritikon Edi Ramën, ti a priori e krijon një farë simpatie për një opozitë cila ka qenë gjysmë kriminale gjatë kësaj periudhe politike. Më fal, këtu është problemi që ki në raport me shikuesin, ose me votuesin. Votuesi të beson që qeveria e Ramës është, një pjesë e qeverisë Ramës është e korruptuar. Të beson. Pra arsye se ke folë për incineratorin, ke folë për PSD-n, ke folë për sterilizimin, ke folë gjitha. Ato janë të vërteta. Ato janë mena procesit. S'kam folë kështu si më citove ti. Se nuk kam thënë një pjesë e qeverisë Rama. Ke thonë qeveria Rama. Ty nuk ta nxëgoja, unë kam thënë Edi Rama është i korruptuar. Po, mirë. Po ti dhe kur në citon mua, e zbut citimin tim se ke frikë ta thuash. Unë s'kam frikë për asgjë. E kupton çfarë debati? Jo, po bëjmë ne të dy. Unë s'kam frikë. Unë s'kam frikë asgjë. Shka forë, ti e citon. Jo, me qenë se cilësia jote, me qenë se cilësia jote e diskursit publik, është gjysmë me vërtet, për arsye se e ke krejtësisht vrasht. Dhe me thonë, Edi Rama është i korruptuar, Edi Rama është i korruptuar, ta tjerë nuk vlenë fare. Dhe me thonë, ministrat ti si numëron fare. Ti e gjenë një autokrat, një diktator, i cili vendos për gjitha, pastaj bosh ma pak i besueshëm. Edhe hube vërteta jote. Edhe kanë faj unë, Jo, s'është bërë se ke faj. Ju bërë meme në studio që s'di emrat e ministrave, se këta ministra nga ka servit Rama. Dhe unë të mere, edhe unë të dimo. Ose janë kukula. Edhe ujtë rinjë nuk do t'i dish fare. Janë kukula. Ylli, ta përfundoj në fund. Kur po flasë për qeveria
Rama fitohet me cilësi dhe me të vërtetën. Atëherë unë bushat jam i sigurt që Rama është i fitueshëm lehtë, shumë lehtë. Dhe unë nuk besoj që autokracia ti është e fortë sa mund të mbaj pushtetin. Por, për faktin se Rama fitohet se pari me diskurs të besueshëm, pastaj fitohet me diskurs intelektual dhe me diskurs moral, unë besojmë të këto 3 elementa pa probleme fiton Edi Ramën. Dhe, këtë në fund që desha me thënë, ti e kritikusi më i madh i SPAK-ut. Pra, se e ke konsideru si pjesë të regjimit dhe pjesë e kontrollit ndaj Ramës. Që Rama ka ndaj ta. SPAK-u ka qenë ndoshta institucioni i vetëm që i ka dhënë opozitës hapësirë për ndërtu diskurs. Për arsye se i ka burgos ish-ministrat, ka burgos ose e ka ndjek zëvendës kryeministit, e ka burgos kryetarin e bashkisë, ka zëvendës ministra, 5 dën. Çfarë do me të bëni një sistem gjyqësor, se sa me ta kriju atmosferën dhe frymen për me fitu betejën. Po adim se ka fitu betejën, se ka mungu e vërteta. E cila është e vërteta? Për arsye se njeriu që udhëheq opozitën është pikërisht ai i cili s'di me ndërtu diskurs. Ka që është? Ti dash besoja, apo jo, kjo është e vërteta. Me një frazë. Po. Më duket se ti, dhe jo vetëm ti. Me mu, lej tjertë, mësë më krasa me kraska. Jo, po s'është fenomen. Jeni infektuar aq keq nga virusi i luftës ndaj çdo kritiku të Ramës, sa muaj përshkruar nga ty mu duk vetja si Saliu. Pra ti nuk u more fare me Ramën. Ti u more pse kritika një gazetari të zakonshëm ndaj Ramës është e gabuar. Pra, po këtë... Jo, nuk thash ashtu. Jo, unë e thash është e vërtet. Është kritika është e vërtet, po humb kritika jote në diskurs. Po, pra, dhe ti qanë hallin se kritika ime humbi. Po, humbi le të pyetje fundit, që do jemi... Problemi është, cila është kritika jote ndaj njeriu që po i bën gjëmën Shqipërisë. Jo a dia s'di ta kritikoj cilësisht. A do qëla është kritika ime? Kritika ime është... a do qëla është kritika ime? E, pra tani. A do qëla është kritika ime? Ka ndërtu sistem paralel. Atere. Jo, ti përgjigjem. Ka ndërtu sistem paralel të funksionimit. Hajduta për shtetit. Hajduta për. Nuk e di, unë s'flas ti e din. Iqe, i kuptova të gjitha, iqe. Kalojmë të pika tjetër. Do me thonë, pika tjetër... Hajdut apo jo? Po së nuk funksionon. Harroje që unë ka sistem binar. Hajdut nuk i thëmë mas i njeriu. Hajdut për arsye se unë më konsideroj që kam aq edukat. Tela, vetëm një fjali. Nuk mund të quaj asë kënë hajdut pa fakte. Pa vendim gjykatë. Nuk ndërtojnë dëshira. Tela, një fjali se cili arëzohet Rama me zgjedhje dhe kush e rëzon Ramën? Po jo, s'ma lete përgjigjen se më tha... Do jemi... Po jo, në të vërtet, tha nuk mundër se... Po nuk tha hajdut... Mere kur të japësh të përgjigje aty? Jo, s'ka lidhe. Kështu e mbyll bisedën. Është kështu apo s'është kështu? Po të jep vendim pra po të tema i të thashun. Po ti më ndërpreve. Jep vendim pra. Unë e thash. E bën jo vetëm me ty. Ka ndërtu sistem paralel. Ka sistemin e. E dyta. Ka sistemin e vendimit. Ka ndërtuar një gjenerat trev që nuk ka arritur të mos jetë korruptuar. Ka fut në politikë femra ose gra të cilat... Dy mohore, nuk ka arritur të mos jetë. Femra të panor. Jo, gra të cilat realisht nuk kanë treguar aftësinë e duhur atë sa ka pritur. Bile janë treguar se janë gjithashtu të korruptuara. Duhet të dish mbi Po çfarë do të them më shumë? Me çfarë cilësie i ka zgjedhur, se ndoshta cilësinë ja i qytet korruptuar aty. Çështja e tij është çfarë është cilësia. Pyetja e fundit vetëm një fjali se na latë pjesën tjetër të emisionit që është goxha pa e berë. Tela, a rëzohet Rama me zgjedhje dhe kush e rëzon atë? Dhe ne këtu fjalë kemi. Në këtë sistem që ne jetojmë, Rama duhet të rëzuar me zgjedhje. Por duhet bërë zgjedhje që të rëzohet Rama. Po kush t'i bëj? Rama duhet i bëjë ato zgjedhje. Do me thënë Rama të korrigjohet në qoftë se është gabim? Në mënyrë tjetër s'ka. Në qoftë se është diktator të rregullohet Rama thotë? Ta detyrojnë Ramën që të bëjë zgjedhje. Mentor? Ta detyrojnë që të bëjë zgjedhje. Po unë mendoj që rëzohet me zgjedhje.
prap duhet përsëris vetën 2021 është shembull që edhe me këtë sistem dhe me proporcional rajonal me koeficientin e dondit mund të rrëzohet. Mund të rrëzohet. Dhe shifni Serbin, edhe Vučići mund të Këtë rrëzohet nga një protestat e mendim që studentëve. nuk rrëzohet me zgjedhje. Bushati ka të njëjtin mendim. Baton? Nuk rrëzohet me zgjedhje. Veç me zgjedhje. Veç me zgjedhje. Me zgjedhje dhe Rama është fitues 2021 edhe 2025, arsye se ka ndërtu dëshira të bojkotimit të parlamentit edhe bojkotimit zgjedhjet lokale që i kanë kriju një autokrat i cili vendos për gjithë shka për fajin e opozitës. A i zdonte? Dhe s'mund të thëmë ndryshe, përveç i faj e opozitës ka qenë bojkotimi zgjedhjeve. Ore, ta i dut ata e bën me zorëre. A i s'kishe ndërmend fare. A i opozitës është, ma. Nderuar të Do me thënë autokrat prej Nuk bëhet opozitës. analiza një 2025. Jo, ajo ka një tradit, edhe një vazhdimësi. Nderuar të shikues, pjesa e parë kjo ishte. Unë do t'ju rikujtoj edhe një herë atë që e tregova Bushatit, edhe të kolegëve të tjerë këtu, që e ka shkruar jes pas Ismail Kadareja, duke vizituar her pas herë poetin ton të shquar, Lazgush Poradeci, në vetmin e vetë dhe me qenin e ti, në shëtitje e sipër, Lazgushi ngriti kokën dhe i tha, Ismail, në sistem jemi tani, jemi në socializëm, zoti Lazgushit, ai. Ka që ishte kjo pjesë, do doj ko besoj vendynë, ne, që po flasim këtu, po dhe gjithë të tjerët që të shkojmë ndoshta në drejtimin e duhur. Pas një publiciteti shumë të shkurtër, ne do të vijojmë të flasim për pjesën e dytë dhe pjesën e tretë, që do jenë sigurisht shumë më të shkurtra se e para. Publicitet.